Urwa ibn Zuberi radiallahu ta'ala anhu ka qenë djali i Zuberi ibn Awamit, në njëri të madh nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe e ka pas tezë Aishën radiallahu anha, gruan e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një dietare të madhe të islamit, një grua që ka transmetuar shumë hadithe dhe pa transmetimin e saj do të ishte pamundshme të kuptohet minimum 1/4 e fesë. Kjo grua ka pas shpesh herë takime me nipin e saj. Ai vinte me mësu pe tezës së tij mësime, udhëzime. Çka ka thonë pejgamberi alayhi sallam? Dhe aja ku pasoi thonte, o nipi jam, çfarë ke bërë ma që ti kom mësu? Çfarë ke bërë ma që të thash javën e kaluar? Ai thonte, disa i kom praktiku, disa kismet e kom njet. Çfarë i tha ko gruaja mençur? I tha, la tukthir min hujjajillahi alejk. Mos i rrit e mos i shta argumentet e Allahut kundër teje. Nga se dija, nëse nuk përkthehet në vepër, është argument kundër njeriu ditën e gjykimit, Allah na ruaj. Madje edhe në këtë dunja është argument kundër tij. Kjo nuk nënkupton se duhet me pas frikë nga njohuria. Jo, nuk kemi tjetër zgjidhje. Ne duhet që të mësojmë në vazhdimsi, por duhet të mësojmë me përgjegjësi, të mësojmë me dinjitet dhe të mësojmë me sinqeritet që këtë vepër ta shndrojmë në këtë dije, ta shndrojmë në vepër. Ajo dije e cila nuk prodhon vepër, nuk prodhon ndryshim pozitiv, nuk na duhet. Çdo informacion që pasoj realisht nuk ka mësim që na edukon, nuk ka mësim që na shton njohurit pozitive, dobishme, nuk ka përmirësim të gjendjes në raport me Zotin, në raport me njerëzitetin, nuk na duhet. Mos lexoni informata që u lodhin kokën, mos lexoni informata që u ngarkojnë zemrën, mos lexoni informata që realisht pastaj i konkurrojnë njohurive të duhura, se nuk mundesh të dy njëjtën kohë me mësu. Mësa që është dobishme dhe mësa që ka realisht punë pas asaj dhe bëu i zellshëm.